Tetovan Fest 2026. Manifestimi veror që nga 11 korriku deri më 4 gusht do ta shndrojë Tetovën në qendrën e sportit, kulturës, artit dhe argëtimit. Off-road Tetova, atletik, billboard, turne futbolli, karate në zemër të Tetovës. Waterpolo, art në park, asambli shtetëror i këngëve dhe valleve me Mahmut Ferratin, Rudina Fest, Nata Maqedone, Turke e Rome. Shoqëritë kulturore shqiptare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Net Rinore me Gjensila Murtezaj, Nora Istrefi, Sabri Fezullahu, Minatori, Fest në Shesh, Nata Tetovare e shumë aktivitetet të tjera janë parapar në verën tetovare të këtij viti. Nuk do të mungojnë as edhe artistët nga vendi, sikurse Rilin Talimani, Fjolla Ibrahimi, Big Mama, Elita Aziberi, Shkumbim Ismaili, por edhe shumë DJ të njohur. Përgjatë 25 ditëve do të realizohen 40 aktivitete të ndryshme, duke përfshirë turne sportive, koncert, net kulturore, ekspozita, kinema të hapur, aktivitete për fëmijë dhe të ri, si dhe shumë ngjarje të tjera që promovojnë vlerat dhe diversitetin e Tetovës. Vera tetovare tani më është shndruar në një traditë, pa të cilën vera në Tetovë nuk ka kuptim. Me një program të begat disa ditor, qyteti gjallërohet nga aktivitete të ndryshme kulturore, artistike, sportive dhe jo vetëm.